përush. Legend thash, atë që thuhet të thash, 50 vjeç buri po bën viktimën. Inshallah po ka prajmin duke treguar që Mateu nuk është ky djali me edukat që ka treguar sepse më ka thënë mua legend. Are miri, o miri, duhet të falenderosh produksionin që nuk të ka nxjerrë. Është pa edukat. 5 herë që më ke ardhur mi afro fytyrë. Ky ofendon. Produksionin nga mëngjesi pa edukat që ofendon. Se në qoftë se ty produksionit të nxjerr sjelljen tënde agresive që ke treguar ndaj meje, ti degenerohesh si person. Kështu që falenderoj. Po ofendimet që ke bërë ti, po ti nxjerri aty. Ti degenerohesh si figurë. Ti degenerohesh si figurë. Unë jam më shumë se i pastër, kurse ty ta ka pa fytyrën publiku. Kaq. Ta ka pa fytyrën publiku e pam dhe ke tani. Ti e paftyrë se përdor programi me dashuru me i vajzë. Tani që ti je njeri Përdore programin të dashurohesh me këtë vajzën. Se për ndryshe kjo vajza të kishte bërë blok 4 vjet. O miri, unë jam shumë i bindur që këtu po mos kishte kamera, ti do ishe shumë agresiv. 4 vjet të ka bërë blok. Ti do konfliktohesh me mu, miri. Përdore, përdori programin, 4 vjet kjo vajza i kishte bërë blok. Përdori programin që të dashurohesh me dhunë me këtë vajzën. Imagjino të dashur njerëz, ky njeriu i pastër, me fytyrën e pastër dhe me edukat. Ky është komplet pa edukat, është faqezi, është i poshtër, është hipokrit. Se shfrytëzon emisionin e Big Brother që dashurohet kjo vajza me dhunë. Ky është konkluzioni. E ke pasur mrapa, ore, dashuri me dhunë vetëm qofse po bën ti ndaj Selinit. Se ti po i ushtron asaj gocë dhunë psikologjike.